Janë mbledhur nxënës, mesimdhënës, prindër e mysafirë të shumtë për të shënuar 110 vjetorin e shkollës fillore të mesme të ulët Ali Hasi në Çermjan. Një program i pasur kulturor-artistik me performanca të ndryshme u shfaq në ndërim të festës së shkollës. Për historikun e shkollës foli drejtori Bajram Saliu, i cili tha se shkolla e Çermjanit është ndër më të parat në Kosovë. Sot festojmë 110 vjetorin e saj. Është shkolla e parë në Çermjan dhe në komunën e Gjakovës, dhe ndër 7 shkollat e para në Kosovë. Kjo shkollë është hapur në kushte të vështira, për shkak se ka qenë edhe lufta e parë botërore në vitin 1915. Ndër vite ka pas her pas here ndërprerje për shkak të okupatorit serboslav, por fal vullnetit të mirë dhe dëshirës për arsimim, kjo shkollë nuk është ndalë dhe sot duhet të nxjerrë gjenerata të arta. Organizatorja këtij programi festiv, mësimdhënëse Edonjeta Sada, tha se kemi punuar shumë me nxënësit që programi 110 vjetorit të shkollës të jetë sa më argëtues dhe i pranueshëm për të gjithë. Në këtë 110 vjetor të shkollës tonë, që ne u munduam që sot do pak të jetë një program i larmishëm, me shumë suksese, me shumë të arritura nga nxënësit, si dhe për kushtimin e mësimdhënësve që e bënë për këtë festë. Besoj që gjithë kanë dalë kënaqen, ne u munduam që ta sjellim një festë madhështore për këtë 110 vjetor. Faleminderit gjithëve për përkushtimin. Ndërsa nxënësja Hanive Plava tha se përgatitjet janë bërë për disa ditë të rresht, me qëllim që secila performancë sot në sallën e Pallatit të Kulturës të jetë me nivel artistik. Ne si nxënës jemi shumë mirë, pasi festa shkollës përfaqëson shumë vallëzime, shumë këngë, të cilat ne i bëjmë vetëm për njerëzit që na shohin edhe për përfaqësimin e shkollës. Ndërsa në emër të drejtorisë së arsimit në Gjakovë të pranishmëve ju drejtua Hysen Brahimaj, i cili përgëzoi stafin e shkollës për 110 vjetorin. Nuk është vetëm një vend ku mësohet, por është një votër ku kultivohet vlera, formohen breza dhe nderohet historia. Emri që mban kjo shkollë, dëshmori Ali Iftar Hasi, është një simbol për kushtim guxim i dashurisë dhe atëve. Andaj, arsimi duhet të shërbejë me përkushtim ashtu si dëshmorët i shërbyer lirisë me gjak. Shkolla fillore e mesme e ulët Ali Hasi aktualisht ka 230 nxënës që vlerojnë mësimin e rregullt dhe njihet si shkolla e parë e formuar në komunën e Gjakovës.